Gjon Shkambi Xhaxhaj Elvis Shkambi të riut që ekzekutoi gjyqtarin Astrid Kalaja u rikthye në masa të rrepta sigurie në gjykatën e apelit në Tiranë, aty ku ndodhi ngjarja këtë herë për të kërkuar lirinë, pasi u vë në pranga dhe mbahet në burg për vrasjen e parë të një njeriu të drejtësisë në detyrë në historinë e vendit. Por kërkesa për lehtësimin e masës së sigurisë u rrëzua dhe shkalla e dytë e gjyqësorit vendosi që ai do të vazhdojë të qëndrojë në burg pa afat deri në përfundim të hetimit. Në qelitë e paraburgimit mbetet edhe 30 vjeçari autori i krimit, që tronditi shoqërinë e institucionet e drejtësisë dhe nxiti një sër reagimesh e masash për rritjen e sigurisë, i cili ndryshe nga Xhaxhaj nuk e kundërshtoi vendimin që e mbante izoluar. Prokuroria e Tiranës që ndjek hetimin për vrasjen e gjyqtarit e akuzon Gjon Shkambin se kishte dijenim për planin e nipit dhe se kishte rolin e nxitësit në tentativën për të vrarë babë e birë, Ragip dhe Ervis Kurtajt, të cilët mbeten të plagosur gjatë sulmit me armë brenda gjykatës së apelit, pasi gjykatësia Astrid Kalaja dha një vendim kundër tyre në një çështje pronësie. Ngjarja e rëndë shunua më 6 tetor brenda sallës së gjyqit, ku 30 vjeçari Elvis Shkambi kishte arritur të hynte me pistolet në brez, edhe pse skaneri sinjalizoi armën. Për këtë shkelje punojësi sigurisë së gjykatës, Banush Koxhaj, u vë në pranga dhe gjykata e apelit këtë të hënë vendosi ta lërë në qeli, ndërsa vijon të hetohet me akuza për shpërdorim detyre. Krimi brenda sallës së gjyqit nxiti reagim të fortë të institucioneve të drejtësisë, që kanë miratuar disa masa për forcimin e sigurisë në gjykata dhe prokurori në bashkëpunim me qeverinë. Vendosja një force të posaçme ose punojësve të policisë së shtetit dhe rindërtimi i godinave të drejtësisë janë dy nga kërkesat kryesore.